Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 21 vjeçe dhe studioj në Tiranë. Vi nga një zonë e Mirditës dhe si shumë studentë të tjerë, çdo fundjavë mundohem të kthehem në shtëpi. Është bërë një ritual që mezi e pres gjatë gjithë javës, jo vetëm për familjen, por edhe për atë ndjesinë e qetësisë që nuk e gjej dot në qytet. Por udhtimi, ai është pikërisht gjithmonë një histori më vete. Të premten pasdite sapo mbaroj leksionet, marr çantën dhe nisem drejt vendit ku nisen fugonët. Zakonisht është rëmuj, njerëz që shtyhen, zëra që thërasin destinacione, valixhe, qese, lodhje. Është ai moment kur të gjithë duan të ikin njëkohësisht. Atë ditë ishte edhe më keq se zakonisht. Fugoni për në Mirdit ishte pothuajse plot kur unë arrita. Me vështirësi gjeta një vend pranë dritares. Ula shpejt, vendosa çantën në preher dhe mora frym thellë. Inshallah nisemi sa më shpejt, mendova me vete. Shoferi ishte një burr rreth të 50-tave, që në momentin e parë kuptova që ishte nga ata tipat që nuk rin dot pa folur. Fliste me pasagjerët, bënte shaka, komentonte gjithçka që shihte në rrugë. Në fillim nuk më shqetësoi. Madje për disa njerëz kjo e bën rrugën më të lehtë, por pas pak fillova të ndjej diçka të pakëndshme. Nga pasqyra e vogël përpara, ai më shikonte shpesh. Jo si një vështrim i zakonshëm, por si një vëmendje e tepërt që nuk e kërkon. Fillimisht u përpoqja ta injoroj. Vendosa kufjet dhe hapa muzikën duke shpresuar që do të përqendrohesha diku tjetër. Por nuk zgjati shumë. Ai e studente apo punon? Më pyeti. E dje që po më fliste mua. Hoqa njërën kufje dhe u përgjigja shkurt. Studente, ku studion? Në Tiranë. Nga je? Nga Mirdita. Ai buzëqeshi dhe ngriti zërin pak më shumë. Vajzat e Mirditës janë yje, dallohen. Disa pasagjerë kthyen kokën dhe buzëqeshën lehtë. Unë jo, nuk më pëlqeu mënyra si e tha. Vendosa përsëri kufjen dhe u përpoqja ta mbyll aty bisedën. Por ai vazhdoi. Her pas here hidhte ndonjë koment, ndonjë kompliment që nuk ishte as pak i nevojshëm. Nuk ishin fjalë të drejtë për drejta, por mënyra si i thoshte i bënte të papërshtatshme. Fillova të ndihesha në siklet. Rruga ishte e gjatë dhe nuk mund të zbrisja. Pash nga dritarja, por mendja nuk më rinte aty. Çdo herë që ai fliste, ndjeja sikur fugoni po më shikonte. Ajo që më shqetësonte më shumë ishte se askush nuk po thoshte asgjë. Disa buzëqeshnin, disa të tjerë bënin sikur nuk dëgjonin. Për një moment mendova të bëj të njëjtën gjë. Të hesht, siç kam bërë shumë herë në situata të pakëndshme. Por këtë herë nuk doja. Ndjeva që nëse nuk thoja asgjë, ai do të vazhdonte. Dhe ndoshta jo vetëm me mua. Pas një momenti hoqa kufjet dhe ndërpreva. Të lutem, do preferoja të udhëtoja pa llafe. Zëri im nuk ishte i lartë, por ishte i qartë. Fugoni u bë i heshtur për disa sekonda. Shoferi nuk foli me një herë, pastaj më tha me një buzëqeshje të lehtë. Mirë, nuk ka problem. Por këtë herë zëri i tij ishte ndryshe, më i përmbajtur. Pasagjerët nuk qeshën më. Disa madje dukeshin sikur më dhanë të drejtë pa folur. Rruga vazhdoi e qetë. Unë vendosa përsëri kufjet, por këtë herë nuk ishte për t'u fshehur. Ishte sepse nuk kisha më nevojë të mbrohesha. Ndihesha e sigurt. Gjatë rrugës mendova shumë. Pse është kaq e vështirë të flasësh në ato momente? Pse shpesh ne zgjedhim të heshtim edhe kur ka diçka që nuk është në rregull? Ndoshta nga frika e reagimit, ndoshta sepse nuk duam të krijojmë situata të sikletshme. Por ajo ditë më mësoi diçka shumë të rëndësishme. Ndonjëherë një fjali e thjeshtë mjafton. Kur mbritëm në fshat, zbrita dhe mora frym thellë. Ajri ishte ndryshe, i pastër, i njohur. Rrugica drejt shtëpisë më dukej e bukur më shumë se zakonisht. Kur hapa derën dhe pash familjen time, ndjeva një qetësi që nuk përshkruhet. Por brenda meje kishte edhe diçka tjetër, një ndjenjë force.
E dija që kisha bërë diçka të vogël, por të rëndësishme për veten time. Që nga ajo ditë udhëtimet vazhdojnë njësoj, fugonët, njerëzit, rruga, asgjë nuk ka ndryshuar, por unë kam ndryshuar dhe kjo gjë bën diferencën.